Kënaqësi të jemi bashk në seancë të punës, uroj të jetë e tillë dhe të vazhdoj të jetë e tillë në kontribut dhe në të mirë të shtimit të vlerës të qytetarëve të Republikës. Nga përvoja ime nga ana tjetër, sa isha bashk me ju deputet të nderuar, e kemi parë shumë herë me vite të tëra se ngritja e zërit nuk e forcon argumentin, në të kundërten, e dobëson atë, prandaj këtu jemi për t'i prezantu argumentet dhe faktet. Dy çështje për cilat desha të ju drejtohem, nga ato që ka u ngriten nga ju të nderuar deputet në raport edhe me çmimet e derivateve të naftës, por edhe me çështjen e njësorëve. Ligji për meteorologjin, pjesë të cilit në kuadër të cilit, domethënë për Agjencinë e Meteorologjisë, në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, parasheh edhe vlerësimet, gjegjësisht verifikimin e jashtëzakonshme të njësive matëse. Më konkretisht, më lejoni t'ju informoj, në bazë të nenit 26 të këtij projekt ligji, në të cilit bëhet kërkesa për verifikim të jashtëzakonshëm, është themeluar grupi punues ad hoc nga Ministria që drejtoj, nga dy përfaqësues të Agjencisë për Meteorologji dhe në mbikëqyrje të Inspektoriatit Qendror të Tregut dhe të cilët sipas kërkesave të konsumatorëve, të cilat deri në momentin kur çështja është aktualizuar publikisht, nuk ka qenë as edhe një kërkesë tek zyra për mbrojtjen e konsumatorit. Ditën e djeshme, ashtu siç e kemi bërë publike dhe do ta bëjmë publike çdo ditë të javës, kanë qenë 70 kërkesa për verifikim të njësorëve, sot janë bërë 206 kërkesa. Verifikimi vetëm ka filluar tek Agjencia për Meteorologji dhe deri më tani nga verifikimi i cili në fund të ditës do të bëhet publik, se cilat janë problemet apo cilat janë teknikisht të identifikuara çështjet në kuadër të njësorëve, nuk kanë të bëjnë me ndryshim deri më tani të vëllimit apo të sasisë së energjisë së matur, janë të tarifave apo të kohëve tarifore. Prandaj edhe sipas legjislacionit në fuqi, edhe në kuadër të Ministrisë të Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, por gjithashtu edhe të ligjit për Inspektoriatin dhe mbikëqyrjen e tregut, këto informacione bashk edhe me specifikat e analizës do të dërgohen tek zyra e rregullatorit për të marrë masat, ndërsa ky ligj i njëjti, neni 46 i ligjit për meteorologjin, parasheh edhe sanksionet dhe dënimet për subjektet fizike dhe gjithashtu për organizatat. Më lejoni të ju rikonfirmoj se Ministria dhe Qeveria e Republikës së Kosovës nuk qëndron këtu për ta mbrojtur ose për ta mbuluar askënd, qëndron. Edhe një minutë, ministrës. Për t'ju dhënë gjithë qytetarëve dhe konsumatorëve mbrojtjen që ju takon. Prandaj edhe sipas kërkesave të tyre, ne në secilin shtëpi apo anvistri dhe ku ka pasur njësor, ku kanë kërkuar verifikimin, verifikimi është bërë dhe është në proces për t'u bërë. Sa i përket çmimit të derivateve, ligji që përcakton marzhën e fitimit është i qartë. Marzha e fitimit përcaktohet në bazë të çmimit të importit, jemi shoqëri importuese në sektorin e derivateve dhe marzha në vlerë prej 2 cent për shumicë dhe 12 cent për pakicë ka qenë ajo e cila është verifikuar gjatë këtij muaji. Me 4 prill skadon afati i vendimit të parë dhe jemi në përgatitje të vendimit të dytë me informacionet e zbatimit të vendimit të deritashëm, por gjithashtu edhe informacione tjera dhe plotësimet që do të vinë edhe nga dikastep përkatës për mbrojtjen e qytetarëve.